Po du të vi Adela njerë. Do vi Adela, jone mrekullueshme. Adela, ti e ke tonic water kam për shtypjen, pijen tënde, gëzuar. Mirë se erdhe live në Bardhazi. Me qa më pritët mua me tonic water. Mirë, kalojmë pak e lajmet tani. Do kalojmë të lajmet. Unë jam e kënaqur se këtë javë mua s'më kanë mashtruar shumë. Ju kanë mashtruar ju? Si ka qenë kjo javë? Kanë bërë përpjekje, po nuk ja kanë dalë dot. Vënde ka qenë. Vënde ka qenë? Përveç politikës, besoj, sa ata na mashtrojnë. Ne kemi qik talent, ne sikur na del nga goja veta i mashtrimi. Sikur nuk rim dot pa thënë nga i mashtrim. Jo, po e kemi nga politika këtë thotë. E kemi nga politika, e vërtet. Na kanë infektuar ato? Si sta kanë infektuar. Infection. Po politikën do e lëmë më njanë, se boll merren gjithë media gjithë javës, dhe ne do shkojmë te këto temat pikante që na pëlqejnë shumë. Dhe pa humbur kohë, dini ti ju që tradhtia pas ka orar? Jo, po ka edhe kështu fatur. Ka orar. Ka fatur dhe ju meshkujt e keni më të rënd fatur. Po e di. Tradhtia ka orar, pas dite pas pune dhe të premteve mbrëma, ka më shumë gjasa për mungesë besnikërie, sepse duket që njerëzit, partnerët, e humbasin vetë kontrollin. Do të thënë çdo ditë pas dite pas pune. Po janë stresuar. Pas dite pas pune mbaron punën ti, nëse je deri në 4 deri në 5, turni 2. Qishta jo, do më thënë? Turni 2, nuk dhja qa bën. Ashtu e, po, sot është e premte. Po, pra, sot është e premte. Orë të marim burrat gratë. Dini ju ku i keni burrat gratë ju që keni, do më thënë. Unë e kam live këtu, po më kontrollon. Se kisha me rakun të në fare. Po, e di. Në fakt e di ku e kam, po. E besoni ju që vërtet tradhtia mund të ketë orar? Po tani është e njëjtë edhe për meshkujt dhe për femrat? Po, nuk ka dalë në ndryshime gjinie, po thua që tradhtia ka orar. Ka orar, okej. Unë në fakt do thoja, a ka ndonjë orar që nuk tradhtojnë? Unë na shastise fare. Ka ndonjë orar që nuk tradhtoni ju burrat? Kur jemi në gjumë. Biles edhe në gjumë, zemrojnë në njerë ato, thot, pse më ke tradhtuar në ëndër? Po, ka ndodhur kyre, ka ndodhur. Ato janë ëndrat më të mëshme, është e vërtet. Tradhtojnë në ëndrat. Do kalojmë në lajmin e dytë, apo keni ndonjë koment tjetër? Jo, s'kemi koment. Ky na la pagoj i pari. Që ka me shumë spec kjo. Na la pagoj i pari. Duket që ju të dy nuk keni tradhtuar dhe nuk keni tradhtuar. Se dim në këtë të punë të premtes, se ne edhe të ejnëten edhe të mërkurën ne kemi njësoj si të premten. Erioni e ka me fillim në jetës natës, e jeta e natës mërkurën fillon, kështu që. Po, në Francë. Erioni dhe jeta e natës janë dy drejta. Po, unë filloj jetën e natës kaq libri. Jeta e natës ime është libri kaq. Kur është më pak se kaq, është punë dite. Tani e beson këtë lajmin apo beson lajmin tjetër? Lajmin tjetër që do të pëlqej shumë, do i pëlqej Erionit. Se ti ankohesh gjithmonë që po na grisen xhepat, s'kemi lekë dhe tjera. Në Barcelonë kanë vendosur që të bëjnë ulje për çiftet që tregojnë se janë në një marrëdhënie të lumtur. Pra ti mbaron pazare, çka ke bler, shkon te kasa dhe i tregon një foto duke u puthur me partnerin. Automatikisht merr 20% ulje nëse ti vërteton që je një çift i lumtur. Ai në fakt duket sikur po puth atë ananasin, e kupton? Se kuptova unë këtë, do me thënë, kur je i dashuruar t'japin makaron dhe pa lek? Me sa duket po, ti shkon edhe merr edhe makaronat pa lek. Qa ide e kjo për sektorin e retailit. Fantastike. Do ishit gati ju për shembull që të puthesh edhe me... Unë me Erionin asnjëherë. Si bëjmë pazaret në një vend, i bëjmë me vende të ndryshme. Po prit, se s'do thoya këtë, të putheshit me ndonjë që do shinit vërdall, që nuk e njihnit vetëm për ta. Që të marrim uljen. Po, që të merri uljen. Për të shpëtuar atë vëshëja. A di se vdes. Unë e paguaj të vëshër, nuk kam problem t'jap shteti dhe të pasurohet shteti pa që një qepë ndaj. Vetëm puthje nuk e jep, po? Jo, po pse qau bu puthja makaron? Beson që ndodh kjo vërtet apo jo? Po tani, kjo është me pëlqimin e dy palve, apo është me pëlqimin e makaronave? Unë nuk e besoj. Unë nuk e mbesoj. Nuk e beson. Ja, asu se besoj këtë. Dhe që nuk ndodh njerë. Po doj që kimi e puthur. Këtë ishte këshu, dashurohu dhe kurse para. Këtë do ishte slogani. Slogani, du të pëlqeu shumë Ornela me këtë që tha, do që kimi, tha edhe puthja. Do që kimi aty brënda. Na gjoni pra, rinia. Po, ka pe puthe tjetëri që del për para në market. Edhe alkimi duhet në njerë kështu. Edhe alkimi. Shtojmë tek lajmi i tretë, udhtojmë drejt Zvicrës. Ky udhëtimi drejt Zvicrës më pëlqen. Bëhemi më serioz këtu. Disa kompani në Zvicër kanë futur 15 minuta pushim heshtjeje. Nuk flasin gjatë kësaj kohe, nuk përdorin as telefonin, madje nuk shkëmbejnë as emailin në mënyrë që t'ullet stresin punë, se mendon Zvicra për punojnësit. Po kur ti flasi shefi, qa bëjnë ata për shembull? Është 15 minutë që heshtjesh? Kjo gjë ndodh në Shqipëri? Këtu tek ne kur flet shefi jemi... Erdi shefi. Shefi. Është nga ato shefa. Se mos është në sherva. Lorese. Si dihet. Lorese na griu. Ne këtu në Shqipëri kemi pushim fiks. Pushimi ynë është kur erdhi shefi. Unë besoj këtë lajmin që ndodh në Zvicër. Erion, voto dhe ti?
Unë ndoshta jam me tradhtin. Se s'dua që t'je me atë që thua ti se... Do të përjashta, gruaja s'ka për të pranuar, kështu që gjej vend ku të futesh. Jo, gruaja, ja, live më ka. Ku do vete unë, ja, live, më live se ka. Më live se ka. Në fakt, si gjithmonë Ornela e gjeti, lajmi vërtet është lajmi i Zvicrës. Yes! O, Erion, po ti do gjesh ndonjë gjë apo jo? Kemi nuhatjene, se fëmër tha, e kupton? Mëndje fëmër, do me thënë, mëndje e ka këtu mëndjen, të nuhatja. S'ka problem. Por, edhe ajo e tradhtis, pavarësisht se nuk kishte studimi 100% të vërtetuar, thuhej që vërtet pas orarit të punës edhe ditëve të premte, tendencat dhe gjasat për të tradhuar nga partneri janë më të larta, kështu që syt hapur dhe veshët hapur. Deri atëherë? Deri atëherë, ne do shihemi prapë pastaj, bashk, jo premteve. Përshëndesim shumë Adelën tonë. Po prit se nuk do ta përshëndesim na inati. Shiko. Ka fiksim Erioni. Ka fiksim këtu tani, këtu, po. Jo, po çështja është këtu, që njerëzit duhet ta kuptojnë këtë rubrikë. Se nuk e kuptojnë këtë rubrikën dhe thonë, çan këto lajme që thonë ju, e kupton? Këto lajme janë fantastike, ju bëjnë të mendoni dhe të dalloni shapin a sheqeri, ka thënë Adela. Po, edhe të qeshni shumë. Dhe unë gjithmonë them, mos i besoni çdo gjë që lexoni, gjithmonë. Por, besoni ato gjëje që... Besoni Erionit. Po, besoni Erionit. Me thënë të vërtetën nuk është se e kemi gënjeshtrën shoqe. Mirë, do të shkojmë pak në publicitet, si thoni? Unë them të shkojmë, sa të bëhemi gati këtu të filloj një vëndçe. Vëndçja në Bardhazi.